sot e keni festën qendrore të Pashkëve apo jo? Po, ok. O të këndoj më njërin këngë, dopo të thoma të që më pësite. Okej. Na këndomi sot, këndomi kjo. Krishti unë gjallë ka dekuri, me vdeqen shkreqen, edhe atire të ishin të varet, jetën i da. Krishti unë gjallë, Krishtetën gjallë, Kristos Anesti. Sa bukur. Santino, si organizohet festa e Pashkëve tek Arbreshët? No, për ne është festa më e madhe e vitit. Më shumë se Krishtlindje. Apo? Për mua, që jetoj në Gjermani, më ngon shumë se si e me Arbresh. Pashkët Arbresh është unike. E çka ruhet, Santino, nga tradicionalja e Pashkëve, nga koha e Gjergjit? Çka ruanin në këtë tradicionale? Tradicionale është beza, një fjalë e dhënë, vëllamia, vëllazëria. Po. Ndërsa valjet kësejnë e këndojnë për gjithë udhët e këtundi, me veshje tradicionale. Sa bukur. Për të kujtuar bëmet e Skanderbeut. E gjithë kjo për traditis të martën pas Pashkëve. Po çka gatuhet për festën e Pashkëve? Sot bëhen shtrillat me lëngë mish. Apo? Pastaj mish kacicit pjekurën të furrin e patana, peri, me djatë, saucice, supersat e derve. Edhe shumë vetë kuq. Kjo është tradicionale. Është mbajtur mesha e mesnatës edhe tek Arbreshët apo jo? Po, për mesnatës i thashëm më parë në mëngjes kur është ende erët. Se lindja e ringjallja. Në ore 5. Po. A ka program festiv për Pashkët? Po thoni që vajzat veshën atje dalin. Keni një program festiv për Pashkët tradicionalisht? Për shembull ne në Kosovë kemi një koncert me emrin Festa ti kemi bashk që mbahet në stubull të Vitis. A keni qenë në Viti, Santino? Jo, koncerte jo, sot gjithë qëndrojnë në shtëpi, por nesër gjithë shkojnë ditën jashtë me miqtë e tyre, për të festuar me vakte të madh. Dhe shumë verë, dhe në mund mangon kitarë apo fisharmonikën, për të kënduar kësejnë deri në mbrëmje. Po ti pse nuk shkove në atje tek Arbreshët e tu në Itali? Do të shkoja sot me djalit tim. A ke më shku pak më vonë. Mirë shumë. Santino të dashur dëgjues është kantautor i njohur, ai do ta lust ma këndoj një këngë, pak ma këndoj një këngë me që jemi në fest. Për shembull atë të Moren, ta dua shumë atë këngë, Santino. Po, të këndojmë, duhet të thamë në të shubes më të parë. Po. Në kish, gjatë e javës këndimi është në greqisht. Grupe grash këndojnë në Kalimeren. Po. Film mundimit të Zotët Krishtit. Në këtun dhe i në firmo, të shtunën pare diles e Pashkëve, vezet celit një zjarë për para kishën. Dhe pas në atë, gjithë shkojnë për katundin të rekënduar Krishti unë gjallë, Krishtetën unë gjallë. Ditë gjendën pastaj për para kishës shumë një herë në mëngjesat festojnë fitorin një vdekjen. Për dhe të thoja. Bukur. Po ma thuaj. Nga një Morea. Hajde. Me gjithë zëmër. Faleminderit. Më e bura more, si të ljetë e mos të be. Si të lje, si të u marë nga pe, atje kam u Zotin thar, atje kam u Zonin më, atje kam e vetim ma. Tin buluar, rënda dhe, oj more, Shkelqyshme është kjo këngë, Santino, sa e dua këtë këngë. Si thua ti? Si të lash e më nuk të pash, ne themi ti thua si të le më nuk të pe.
Është arbreshën që e pëlqej shumë, keni ca fjalë që ja u dua fort. Për shembull, na thomi ëk, ju thoni po, na thomi ëk. Ke mësuar disa fjalë të kosovarçe ti? Ja, i mëso. Do t'i mësosh pak më shumë dhe në arbrishtën. Për shembull, ok, ju thoni ok, ne themi po, ju thoni katund. Na thomi ëk, ju thoni po. Edhe ne në Kosovë themi katundo, Santino. Katund, fshatit, i themi dhe ne. Faleminderit shumë për kohën që ke ndarë për këtë mëngjes. Urime shumë e më të mirat për ju dhe familjen tuaj, me shnet Pashkët, themi ne në Kosovë. Gëzuar. Faleminderit juve dhe urimit më të mira për të gjithë vëllezërit kosovarë. Shumë faleminderit. Krishti u ngjall, viteti u ngjall, Kristos anesti. Gëzuar Pashkët të gjithëve. Gëzuar Pashkët edhe për të gjithë arbreshët tanë kudo që janë. Faleminderit shumë për kohën që ndat. Faleminderit tuaj. Dashur, biseduam me Santino De Bartolo, një kantautor i njohur. Ai është arbresh dhe banon, siç tha Santino, në Gjermani, bën jetën atje, por sot do të shkojë në katundin e tij tek arbreshët edhe të shënoj Pashkët atje me njerëzit e tij.